Në qendër të fshatit Gjorice Poshtme në Bulqiz, historikisht ka qenë një burim uji, me të cilin mbushte uji gjithë fshati. Burimi vijon të jetë edhe në ditët e sotme, madje sa herë ka problem ujësjellsi, banorët rikthehen të mbushin ujë aty. Burimi ndodhet pranë banesës së shtetazit Liman Leshi. Ky i fundit shpeshherë ka tentuar të investojë te ky burim uji për ta bërë me beton në mënyrë që të jetë i sigurt uji kur përdoret, por Leshi shton se nuk është lejuar nga autoritetet vendore, ku i kanë kërkuar që ai të marrë leje ndërtimi për këtë vepër. Po kemi marrë ujë ne, këtu vi ujë të marrë kukuja, për ujë njarë u helmosën, erë prapë u helmosën, ka hik 2 shteti për të pru ujë qytetarëve. Munomi ti mi mbajmë se buron prej toke, ka beku zoti. Ti mi mbajmë të mushim ujë, të lajmë, të pijmë, të jetëm me shito. U shqyqirë që ka falë zoti, munomi ti mi mbajmë me zortë. Të boj hli, të pagu ujë, shulli api babë që s'lojmë për bëdarë. Kjo qeveria e këti komunitetit mënomi për vetës, jam vetë me vlazën e me cullë dhaj, jam gjithë që kjo vlazë, që mushin ujë, që do kanë mush ujë që këtë, që do. Se bishi e klehet, ki du të botë me beton të më lëhet, ku ko bashkia, më thuj mundi, ku zho? Këta e bashkis, ku zho ka pa? Ka vdek bashkia qeveri, orteja, jeni të reziju dhe bashkia, ki kanë maru. Nga ana tjetër, ai thotë se ky investim që kërkon ta bëjë ai shërben gjithë fshatit dhe jo vetëm familjes tij. Ai shton se ka kërkuar mbështetjen e bashkisë, por kjo e fundit jo vetëm që nuk e ka mbështetur, por as nuk e ka lejuar të bëjë investim privatisht. Jo të i bëj investim me pizepit tim, i kum morë tupat, i kum bje me lik vetë, e në shlojnë t'i bëjnë me beton. Qeveria, duhet le, duhet kajde, duhet, pra, unë nuk jo pëllë kësaj punë, mësë me bësh me beton, që shtu 50 metrë ven, duhet me marrë të bësh tubat, të bësh shekmat, për të paj ujë, për të leja, për të shpëllas, u kremëm, shteti, shtëllit bësh beton në tokë tone. Kjo qeveri.